Pak ditë para protestës kombëtare të 10 shkurtit, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha paralajmëroi qytetarët se PD-ja është e gatshme të zbatojë të gjitha format e mosbindjes civile për të rritur presionin ndaj qeverisë. Partia Demokratike ka në plan dhe në projekt të gjitha format e mosbindjes civile dhe është në zbatimin e tyre. Natyrisht Partia Demokratike kërkon nga qytetarët, fton qytetarë të bëjnë gjithçka për fitoren e kësaj betejë. Edi Rama të bëjë ç'të dojë, mrapa diellit të shkojë, shpresë nuk ka, do shkojë aty ku e ka vendin, aty ku e kanë vendin hajdutët dhe kriminalët që qeverisin një vend mbi baza me lidhje të forta me kartelët e drogës, krimin dhe farsë elektorale. Ai mbylli derën ish liderëve të opozitës Bamir Topi, Lulzim Basha dhe Enkeleda Libeaj, duke i cilësuar si pseudo-intelektual dhe duke theksuar se nuk mund të jenë pjesë e përpjekjeve për një front të unifikuar opozitar. Apo flet për intelektual apo për pseudo-intelektual? Pseudo-intelektualët janë fatkeqësia e kombit, janë njerimi kombëtar. A nuk patë rastin ata për qenë në të mirë të Shqipërisë? Kjo parti a nuk u dha atyre çdo mundësi, të lutem, a nuk u dha atyre çdo mundësi, dhe çfarë përdorën? Mirësitë e Bamir Topi ishin pronat e tij, të Lulzim Bash pasurimi i tij dhe shkatrimi. Ai tjetër se ja vjen fare për atë tjetër shkoi pyet ata që u dojtoi fushatën se çfarë thonë. Një koment Berisha e pati edhe për ambasadorët e huaj të akredituar në Tiranë. Këtu tregon se lobimi Edi Ramës akoma ka efektet e tij korruptive të neveritshme, por kjo nuk pengoi shqiptarët të mbushin sheshin dhe të thonë fjalën e tyre, sidoqoftë i bindur se nga ambasadorët që janë në Shqipëri, shumë prej tyre nuk pajtohen kurrë me bllokimin e drejtësisë, nuk pajtohen kurrë me zhvillimet e Akshit, në të cilat janë unike në historinë e Europës, por natyrisht heshtja nuk flet për mirë në këtë rast. Kryedemokrati gjithashtu komentoi edhe vendimin e Këshillit të Lartë të Gjyqësorit për të përcjellë çështjen e gjyqtares Irena Gjoka tek Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë.